Etër të dashur vëllezër dhe motra. Çfarë lloj mëkatesh mund të kishte bërë ai ta grambledhsi i ungjillit të sotëm? Një ta grambledhës shikonte dhe punonte për interesin e armikut të popullit të Izraelit, për të mbledhur taksat, dhe njëkohësisht punonte për interesin e tij, për të pasuruar, dhe që të shërbente edhe armikut, edhe vetes, shkelte vëllezërit e tij. Dhe i shkelte shumë keq në nevojat e tyre, sepse varfëria ishte në kulm, mundësitë e asaj kohe për të mbijetuar ishin të kufizuara, dhe në atë gjë vinte dhe ki zotëria dhe shqelmonte gjithë mundin, gjithë vështirësin, duke i rëmbyer jo thjesht para, jetën për të jetuar, dhe mund të ketë qenë shkaku jo thjesht i vuajtjes së njerëzve të tjerë, po ndoshta dhe vdekjes së tyre. Do me thënë, mund të ketë vrarë në këtë mënyrë shumë njerëz, ai ta grambledhësi, që unë gjithë sot të lutet te Zoti. Pra, ashtu siç ishte i dërmuar dhe rinte brapa në fund të tempullit, se nuk e shikonte veten të dënj, të afroi te altari i Perëndis, dhe rinte mbrapa shumë, mendja e tij ishte fokusuar vetëm te fakti që ai kishte dëmtuar njerëz dhe vëllezërit e tij. Dhe ato kujtonte. Dhe duke kujtuar ato gjëra, i dilte nga shpirti i tij një dhimbje e fortë. Sepse njëkohësisht ishte dhe Judeas, e dinte shumë mirë ligjin e Perëndis, po e dinte dhe ligjin e ndërgjegjes, që mos i bë tjetrit atë që s'të pëlqente të bëj tija. Këtë ligj dinin ata të parët. Dhe duke ditur këto, ai u dërmua, po njëkohësisht kërkonte dhe shërimin. Nuk e humbi shpresën. Dhe shërimin, atë shërim, vetëm nga një doktor mund ta mirte. Nga Perëndia. Prandaj ndodhej në tempullin e Perëndis. Ata që vinë në kish, nuk vinë për të treguar veten e tyre se janë të krishterë të mirë ose besimtar të fortë. Vinë që të pasqyrojnë Perëndis gabimet e tyre, që i dinë shumë mirë se i pohon dhimbja e tyre e brendshme, dhe ajo dhimbje bëhet, siç thoshte Shën Porfiri, një tenxhere presioni, ku nxjerr atë presionin, erën me presion nga lart, dhe ajo është lutja, që bën shumë zhurmë, nxjerr shumë avull, dhe atë lutje dëgjon Perëndia. Dhe ajo lutje e detiron Perëndin të ul veshin në pendimin tënd, ta pranoj dhe të falë mëkatin. Çdo lloj mëkati që ke bërë, çdo lloj mëkati që ke bërë, ta falë Perëndia.
ishte mëkatar I madh ta grabledhësi. Shumë herë fokusohemi te fakti që u pendua shumë, po dhe mëkatet ishin të vogla. Zoti Krisht është goja e Tij që e thot këtë shëmbëlltir. Mund të jetë një ngjarje vërtet nga ato që shikon vetëm Perëndia dhe na I zbulon vetë Perëndia çfarë I pëlqen atij të shikojë te besimtarët në kishë. Dhe shikoni sa bukur gjithë pendimi I shpirtit pasqyrohet dhe në trup. Ai rinte mbrapa, larg altarit, se ashtu ndjente. Ai kishte ulur kokën dhe sit I kishte poshtë. Nuk ndjej I denj me sit e tij të shikonte lart. Zakonisht kur lutemi shikojmë lart. Po ai nuk e ndjente veten të denj të shikonte lart. Ungjilli na thot që gjëmonte gjoksin e tij me fort, kraharorin. Pse atje? Pse kemi raste që treqin flokët, që I japën kokës, po ai Krishti na e thekson, që ai vriste gjoksin e tij. Pse? Se andej dilte dhimbja e tij. Po njëkohësisht andej doli dëshira, nga ajo zemër dolin dëshira për të pasur pasuri dhe shkeli vllajën e tij. Nga e njëjta zemër. Dhe ajo që nxori helmin, tani duhet të shërohet. Ajo që u gëzua duke rrëmbyer gjakun e vllajit, u gëzua me atë gëzim, duhet të hidhrohet me pendim. Dhe sa duhet të hidhrohet me pendim? Aq sa gëzoi me atë të keqen që bëri. Jo më pak, as më shumë. Aq sa gëzove me të keqen që bëre, aq duhet të hidhrohesh. Dhe po se kuptove mirë ti këtë ta bësh vetë, do ta gjej rrugën Perëndia të ta bëj, të hidhrohesh për gjëra të tjera në masën të gabimit që bëre, që të shërohesh. Neve e luftojmë Perëndin. Se kur dikush na kontrollon gabimin që bëm, dhe ai dikush është ai që ka vënë Perëndia që të zgjuaj ti ndërgjegjen, dhe ti nuk e pranon, po justifikon veten tënde, atëre lufton Perëndin që lufton të shpëtoj. Lufton shpëtimin tënd, lufton veten tënde, dhe ti nuk e kupton. Prandaj këtë njohuri neve të krishterët duhet ta dim në qoftë se duam të përparojmë. Asnjëri nuk përparon duke ardhur në kishë si fariseu dhe duke folur për të mirat që gjoja ka ai. Njëkohësisht ai ta ngrabledhësi thoshte edhe disa fjalë, si përshpëritje të holla që dëgjoheshin atë hollin e madh. Dhe çfarë fjalë ishin ato? Zot, më fal mua mëkatarin. Neve duam t'i themi Zotit shumë gjëra. Ato që na pëlqejnë, ato që duam. Por nuk nise me ndjenjat e ta ngrabledhësit, dera nuk hapet. Fol te muri. Te muri fol, sa duash. Në qoftë se nuk kuptove ti gabimet e tua, thellë, në qoftë se nuk del ajo dhimbje e sinqert, fol sa të duash, nuk të hapet dera. Është kusht që nuk anashkalohet. Duhet ta kemi si parim, kur afrohemi në lutje, me sinqeritet ndaj vetes dhe ndaj Perëndis dhe ndaj vëllezërve tanë.
Dhe këto 3 fjalë, 6 fjalë, janë këto që ka marrë kisha, sepse na i thot Krishti. Krishti na i thot, nuk e shpikëm ne këtë lloj lutje. Dhe na i merr kisha dhe na i vën në gojë të gjithëve. Dhe na thot, gjithmonë do thoni, Zoti Isu Krisht, më fal mua mëkatarin. Jo ta thuash vetëm me gojë, po të dal nga shpirti. Të shikosh pastaj sa shpejt do shenjtërohesh. Të shikosh pastaj sa gjëra do hapen që ti nuk i shikoje më para. Mund të lutesh shumë kohë, po mos të jetë lutja jote e sinqertë. Dhe thua pse nuk përparoj unë nga ana shpirtërore, sepse nuk shoqërohet me pendimin e vërtet. Ai është treni që të çon në parajs. Sot kisha nis triodin dhe na thërret për pendim dhe na thërret për përpjekje shpirtërore për të pastruar në këtë mënyrë, si tham tani, si shpjeguam, shpirtin ton, që të bëhemi të dënjë të marrëm gëzimin që do vi në ditën e ngjalljes së Krishtit. Në qoftë se s'bëm këtë përgatitje, do vi dita e ngjalljes së Krishtit dhe vetmi gëzim që do na ngelet është i mishit që do hajmë. Në qoftë se mbajmë dhe ndonjë kreshmë, se ka shumë që s'bajnë as kreshmën. Sot që i kemi të gjitha, nuk bajmë kreshmë. Ata që s'kishin asgjë, vetëm mish kishin, bani kreshmë. Me këto mendime, do doja të uroja një triodh dhe një kreshmë të mbarë që afrohet avash dhe duhet të përgatitemi, po një koksisht do ju lutesha, pas meshës, ne bëjmë ca takimet e salla, ka vend plot për të gjithë. Dhe atje, gjithësëmore nga kafja juaj. Jani, se do themi disa gjëra më tepër se si mund të arrim këto gjëra shpirtërore që ja vlejnë. Bëheni për veten tuaj, për shpirtin tuaj, dhe për të afërmit tuaj. Dhe u bëj këtë ftesë, se shikoj vinë disa, po mirë, të gjithë mund të vim, të gjithë mund të mbëlidhemi. Edhe jo vetëm të flas njëri, por të thoni dhe shqetësime dhe pyetje dhe mendime tuaja. Kështu, me bekimin e Perëndis, të nisim triodin, të gjithë bashk, kështu si jemi në anjen, se kështu si jeni dhe ulur, si kur jemi në një anje, vërtet, ku drejtimin e kemi ndaj ngjalljes së Krishtit dhe të na plotësoj me gëzimin së ngjalljes së Tij. Amin të gjithë.